pesimist. Nuk jam pesimist pasi dje, edhe par dje, u kthyem nga një protest shumë e madhe në Tiranë, ku kishin dalë, unë besoj, me qindra mira njerëz, dhe akoma po më re zemra fort për atë që pash atje. Tani kush e ka ndjekur disi historinë, do të kuptoj që ka ofensiv, po ka dhe kundër ofensiv. Edhe ata që kemi përballë nuk rinë kot, sepse ata përndjekin njerëz, bëjnë presion tek njerëzit, shantazhojnë njerëzit, shantazhojnë me marrëdhëniet ekonomike, shantazhojnë me punën, por do vi një moment që kjo do t'ju pëlcas në dorë dhe do t'ju kthehet një bumerang shumë i madh. Në fakt, një shoku im para disa ditësh nga një fshat i Korçës më tha që ditën e parë të protestës ta erdhëm 50 veta nga një fshat, nuk po ja përmend emri, dhe ditën tjetër tha, ai që ishte në njësinë administrative atje i mori me emra, me mbiemra, me lista dhe i ka marrë gjithë në telefon. Turp. Ata duhet ta dinë që ne protestojmë edhe për fëmijët e atyre, sepse hormonet, që është edhe ajo pankarta atje, nuk do ndikojnë vetëm në fëmijët tanë, sepse korrupsioni nuk do ndikojnë vetëm në fëmijët tanë, sepse mungesa e ilaçeve nëpër spitale nuk do ndikojnë vetëm në fëmijët tanë. Ata duhet ta kuptojnë që ne protestojmë edhe për ata, sepse ne me sa shohun këtu gjithë besojmë në Zot. Dhe Zoti na mëson të mëshirojmë për atë që nuk është i vetëdijshëm për atë që bën. Dhe unë kam mëshirë edhe për ata, por është ajo që tha dhe avokatja, edhe një si kur të ngelem, unë fjalën time do ta them dhe do ta them fort. Qofshin 10 veta, qofshin 20 veta, qofshin 50 veta. Edhe në kohën e komunizmit, ishin shumë pak veta ata cilët flisnin lirshëm.